Mbrëmjen e të mërkurës, ekipi Teuta Basket triumfoi me një fitore të merituar në një ndeshje spektakolare në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, kundrejt ekipit vendas të Shkodrës. Rezultati i kësaj gare sportive të fortë, pasi ndeshje të luftuar deri në fund, ishte 88 me 83 pikë. Rezultat ky që bëri edhe kualifikimin e drursakëve në gjysmën finale, të cilët demonstruan një nivel të lartë sportiv dhe shpirt gare, duke ruajtur spektaklin e bukur të një loje mbretërense. Megjithse u zhvilloi pas një humbje të pamerituar të këtij ekipi në Pallatin Sportiv Parie Hoti të Tiranës. Por kjo humbje sipas basketbollistëve dursak bëri që të riktheheshin në Shkodër me përqendrim maksimal, me zemër dhe shpirt skuadre. Dhe specialistët që ndoqën ndeshjen theksuan se ata luftuan me adrenalinë të rritur, duke treguar edhe një herë nivelin e lartë të basketbollit dursak të kthyer në traditë. Kjo ndeshje shënoi dhe kualifikimin e djemve të detit në gjysmën finale. Ndeshja e radhës do të zhvillohet përballë ekipit të Beslidhjes të shtunën me 21 shkurt në Pallatin e Sportit dhe Mitraq Gogën e Durrës.